apo që farë kurbonin që e prejten ata zoti Baltiri me kolegën e ti. Mirë, si po duket, cila është zgjidhja? Do të dalim nga Këngërsh apo do të mbesim kështu çdo 48 orë? Jo, shef ky nga era e kaluar para bajramore e takimit edhe të tjerat kur edhe zonja Haxhiu përmendi që ka bashkim të dy zgjedhjeve, mendoj që tani me zgjedhjet janë solucioni predominant për sa i përket zgjidhjes politike, sepse koalicioni qoftë në mes vetëvendosjes dhe LDK-s dhe nismes apo ai koalicion i cili edhe proklamohet nga shumë figura në opinionin publik që është me PDK-n, e që realisht do të ishte koalicioni i elefantëve. Gjasat, sipas mendimit tim, ka të vogla që ndodh, për arsye se pas ka mund presioni nuk mund të shkohet më lart, vonesa nuk mund të jetë më e madhe, themi mund të jetë me ditë, po edhe kaq edhe këtu ku jemi është vonë, prandaj nuk mendoj që do të ketë lëvizje shumë të mëdha as sot, por gjithsesi artitet në vijim, përderisa shohim një mos angazhim apo mos ndërhyrje të drejt për drejt së paku të aleatëve miqve amerikan, me përjashtim të disa evropianëve të cilët ashtu kanë filluar presionin në relacion me aktorët politikë në Kosovë. Mirë, kthehemi në studio. Kam informacionin që sot do të filloj një raund konsultimesh serioze me ndërmjetësimin edhe të partnerëve ndërkombëtar që flet për një formulë të një koalicioni të gjerë që ka të bëjmë natyrisht me mos shmangjen